vazhdojmë me renditës, miratimi i renditës së vlerës Këshillit Bashkiak të Administracionit të Ligjes, miratimi i procedurave të vlerës pika 2. Miratimi i procedurave të vlerës Këshillit Bashkiak të Ligjes, pika 3 projekt vendimi për miratimin e lidhjes përfituese të linjës ekonomike si minimum jetik duke përgjithësuar shkaktorëshit të linjës ekonomike për muajin prill 2024, pika 4 projekt vendimi për dhënien për dërim të fondit pyetër frukti prej 3 pikë. 0,97 hektarë në ekonominë pyetore kryesisht vite për realizatë shtatë praktikë për aktivitetet objekte të përkohshme minse në funksion të aktivitetit minerar në zonën kadastrale numër 37 shoqërisë Beral Fshehare të territorit administrativ të Bashkisë Fushatës. Pika 5 shërbimi kërkesa dhe ankesa shtypësore të tjerë të tjerë, pika 6 ndryshme. Atëherë vazhdojmë me pikën e parë, kush është dakord për atëherë nga verifikimi të thënë kushtet për zhvillimin e mbledhjes dhe vazhdojmë me renditës. Pika 1 miratimi i renditës së vlerës Këshillit Bashkiak të Administracionit të Ligjes, kush është dakord me renditës? Miratohet. Pika 2 miratimi i protokollit të vlerës Këshillit Bashkiak të Administracionit të Ligjes së gjashtë. Ban gjithçka lidhur me mbledhjen e muajit prill 2026. Shqiptarët kanë ndosje të tyre secili, gjithashtu procedurali është bërë në orë zyrtar të Bashkisë, faqja Këshilli Bashkiak, me njëherë mbasi në zvarje. Nëse keni diçka për fund, mund ta thoni në të fundit në rrugën e Sektori i çështjeve sociale i propozon Këshillit të Bashkisë Fusharës projekt vendimin për familjet aplikuese, që nuk janë shpallur përfitues nga sistemi i pikëzimit, të cilët do trajtojnë nga fondi kushtëzuar 6% për ndihmën ekonomike. Pas verifikimit nga administratorët social të çdo njësie administrative, për muajin prill 2026, janë 25 familje me fond 101.690 lekë nga fondi total i ndihmës ekonomike në vlerën 1.694.851 lekë. Shpërndar për përfituesit e 6%-shit në shumën 101.049 lekë sipas njësive. Bashkia Qendër Fusharës ka 11 familje me fond 35.947 lekë, njësia administrative Qaf Mali ka 3 familje me fond 8.059 lekë, njësia administrative Blerin 3 familje me fond 14.313 lekë, njësia administrative Fiers 4 familje me fond 25.740 lekë, njësia administrative i Balle 4 familje me fond 16.990 lekë. Për pikë pamjaftueshme janë 10 familje të muj, janë Ermira Ramadan Aliaj, Esa Qazim Cufaj, Fatmir Gjergj Hiseni, Gjek Nikol Memaj, Gjevalin Due Gjinaj, Mark Qun Marku, Nil Gjon Leshaj, Nush Bardok Gjini, Reshit Muharrem Arifaj, Shkelzen Tom Kaculi. Largohet nga blok ndihma ekonomike, Dilen Due Gjoni dhe Shkurtet Submarine dhe shtohet Artur Dejda Liaj. Në fakt, unë di kam po shumë debate për këtë diskusione. Edhe pse qytetarët e tyre se nuk para vini për me bore që kanë punë, që punon, gjithmonë do të shihemi atje. Kam shumë se këndeshti, është definica është vogël më shumë sportit, por ishin ndesh dy grau, pa më të janë vetëm, edhe kanë
studios në një familje, që jam interesuar kushash, ose I kam gjetë edhe punëse social pjesës, ishte nga Paravi, po. por unë kam kërku, atë në thonë mosh madhore. Në vajt, 20 person, ka një mafimi, ka të atë kemi ka thonë. Dhe të jojnë ka thonë, unë kam sjellë si kam menduar, se mund të takojnë hashtag si firës. Unë e kena sharu, pastaj me një punë tjetër, dhe I se me tërgu edhe regullën atyja, se të nuk ashtë ashtu si me nërgu. Në basë komunën dhe sa një titi sociale dhe përshime, të sojnë me do të majna qenës administrative. Dhe ata e kam pritur. Kështu që edhe nuk kam qenë dakord, por shikojmë edhe disa tjetër, me vendimin që kena marrë të qilë bashkjat, personat fizikë që nuk banjojnë. Nuk të tjenë të 6%, por që nëjse sjetë. Dhe unë ka thonë edhe zyrës të që edhe këta ku kanë teritorin e vetë, mund të kontrollojnë. Ka njërës të nuk I njojnë, I tjenë të 6%, nuk I kushanë. Dhe I ka hashë. Por rejnë. Ato nuk kanë edhe të zyrës, edhe drejtën e dhe të rejnë. Edhe a I ka më thonë, nështë e njërës ditë marrë me kërku, e tjetë I të zërësojnë që I takoj, e tjetë I takoj, me e një mu, ata mundin me shiku, dhe kuj mundin me nastil në 6% që sa shpranë valitet. Këtë rrallë e kena lanë këtë person që kanë furë, edhe personë e së në njërë, me ka një dhe në vitë në. Shko kena lanë që mos të ishë dokumentacione e gjana që kanë punu të për mos nuk është punë të por në tjetë videshëm, unë ka praku mësë në e vetë, fyrë sociali njërësës, edhe kena bomba vetë, edhe ka qenë, ka përstumë në të pra ishte, ka fanë nuk e kam ditë se funksionë në shlu. Që nuk është puna se ne dërëm e ta zërë se shkojnë për e të unë jam dakord, vetëm për muj, edhe një. Fillon e kthehem të dyja. Ja, po. Sepse unë nuk kam qenë dakord. Por që në këtë sistemi bëjmë një reaplikim. Po, kena rrallë. Jeni dakord sot? Po, thjesht të bëjmë reaplikim. Edhe ai ka thonë që unë kam frikë e kanë që ju keni 6% pasi nuk banë atë. Dhe nesh që ju në folë më. Se e lërgu nga bëtëri më këtë tyje? Se s'ka le. Stopën. Pra janë një dy e kanë vendosur ata. Se që shumë e to të gjë më dhe Ishte të gjithë mosh mallore, kështu nuk liu. Se do I jesh pa makinë dhe që ta punë. Nuk më interesant. Se kushash. Por thjesht nuk më jot në mënyrë për me heqë dy persona që jo. Të bani një vëllës të bërë. E këtë produkti... Sot kaloj, kena thonë. Ja që e nga bëjë, Muj tjetër e ka edhe kaloj të dyja. shojnë, pra, edhe se shikoj Kush është dakord që thotë për një parti nga dyra dhe I Lukës në brejshë për një pasaj që pasaj. Kena ra dakord, edhe ato kanë qenë, edhe të kanë një herë vinë me person vjetë I banë që po atë në shërëve, në të një nga bëllur o vetë. Dhe kush është dakord si pas për një zyrës? Një atë, një absenir, pra under, Projektetin përbëjnë përdërin të një punë në Republikë për trafik të rrisë në dhe shtatetarë në ekonomi të jure I lutem për një pitej parcele zave shtatar për aktivitet objekte të proporcionimit të funke të aktivitet minerar në zonën kadastrale nëmër 3 dhe 74 që të rrisë BRFA në teritorin administrativ të Bashkisë Fuqarës. Atëherë, Ardi, Ndërruar qytetar, të ndërruar këshilltar, Legaria Administrimit të kryer si për ekzamimin nëmër 17/4/2026, përvojnë të bëjmë fond I kryer publik për trafik zero 197 hektar në komunë kryer Vizibice, parcela 67 për aktivitet objekti të përkohshme në në funksion të aktivitetit minerar në zonën kadastrale 37/4, shoqërisë Berat në territorin administrativ të Bashkisë Fuqarësit. Bazohen ligjin 139, ligjin 57, bazohen në komentet e SPSA mundësimi numër 1/9/2016 pika 22-24 të koncesionit publike, si dhe shkresës që të guar nga drejtoria administrimit të këtyre pilotave dhe në lidhje me raportin tekniko-ekonomik cilin e kemi ndosë, I propozojmë Këshillit dhënien përdorim të sipaçe për 0.197 hektar për aktivitet, objekte për përkohshme ndihmëse në funksion të aktivitetit minerar, në ndasën 67A, ekonomia kryer Vizibice,
në zonën katastrale 3074, me numër pasurie 20 26 58 dhe 2774 të drejtorit Bashkisë Fushorësit. Bashkëlidhur kemi edhe vendimin nga ASHK-ja që të dy pronë e Bashkisë Fushorësit, gjithashtu edhe raportin tekniko-ekonomik të caktuar për vlerën përkatëse sipas lidhjes numër 9 të udhëzimit numër 1.9/6/2016. Gjithashtu, keni në relacionin sqarues gjithë dokumentacionin që përkupet me udhëzimin pika numër 24, e cila është leja minerare PN 6825-20/2014, projekti teknik grafik i punimeve, harta grafike në shkallën 1/10.000 me gjithë elementet përkatës, leja mjedisore PN 5908-2007-2013 në objektin C Fusharës, aktin e regjistrimit të shoqërisë BRL. Gjithë procedura është kryer konform ligjit, dosja është këtu e një dhe pranë dosjeve kryera. Në ana procedurale sipas ligjit për kryer gjithë punët.
Vladimir Burga ka prezentu ne, çish prezentoj sot, ka prezentu edhe për pjesën e programimit të ne të vërojmë aty produktior atë sasinë e karne. Më pas, profesuesi i Beren, Andi Demire, ka marrë fjallën dhe ka shpjegu që çka kishte në një prezentim për vendodhjen e burimit. Atë ju patët një leqe kalu, një harqe kalu ardi, atë kur që vendodhja e burimit ishte në zonën Fushatës, lartësia 500-800 metër, bërë fjallë për 3 njësi, 3 trupa minerale, në një coj podërvras që Andi atë dit e ka qartësu që podërvras është lavur degër dhe fshatës Fushatës dhe Bajanës. Ka dhënë holësi për objektin në një coj që shkrije 100 metër, rënjë 120 metër të trashësi mesatare 5 metër, galeri të projektuar me ventilim dhe përrim, 2000 metër punime që do të kryhen në total. Për rezervat minerale, ka shpjegu, vazhdon shpjegimi Andi Demire, ka shpjegu që është minerali bakër, do të vlerësohen 550.000 tonë, dhe ka shpjeguar dhe përmbajtjen mesatare të bakërit, që është në 25% bakër. Gjithashtu ai ka dhënë metodat e shfrytëzimit, sipas ekspertizës së tyre. Siguria ka shpjeguar që është vlerë themelore dhe përgjegjësia e punësit. Ata kanë marrë angazhimin që do zbatojnë standardet ndërkombëtare, trajnimet e vazhdueshme, raportimin e incidenteve dhe mësimin e përvojë. Kanë bërë gjithashtu përshëndetjen e punësve, që do kenë kontrolle mjekësore periodike për të punëes, ndërtimtare dhe mënyrë. Kujdes përshëndetjen mendore dhe me shenjën e punësve, publikime sanitare të standardizuara. Pas, ka pas një prezentim për përgatitjen dhe emergjencën, planet e emergjencës preventive të shkora, dhe evakuimi të shënuarve në Bajra, ekipi ka imar emergjencën dhe ndjekim të parë në vend, shtyre politike dhe komunikim qartë në emergjente, kontroll dhe trafiku dhe transporti, monitoringe dhe performanca, monitoring të vazhdueshëm, marrje dhe analiza të rregullta ajër, ujë, zhurmë, fluor, auditime të brendshme të fagëve të treta, rishikimi i performancës dhe përmirësimi i vazhdueshëm. Si dhe për përfshirjen e punësve, Andi ka shpjeguar që çdo punës ka të drejtë të punojë përgjithësisht për punësimin e të tjerëve, sugjerimet dhe raportimet ndihmojnë ata të përmirësohen. Më pas, projekti qytetar dhe banor dhe gjithë dëgjuesit i ka shpjeguar inxhinieri i mjedisit për shoqërinë Beren Fsha dhe Kujdele, të cilin e kemi edhe sot në salë, i cili ka shpjeguar gjithçka lidhur me të projekt të shfrytëzimit të njësive minerale. Ai ka thonë që një nga aspektet më të rëndësishme të aktivitetit të punës në njësoj është trajtimi me seriozitetë të aspekteve mjedisore, duke qenë se impakti në komunitet është drejt për drejt. Është parashikuar që dalja e ujit nga galeria së adresimi saktë i problemeve të ndodhjes së urave të bëhet me 2 tubacione. Një tubacion i urave që do dalin nga galeria dhe do të shkojnë në dam, dhe një tubacion tjetër për periudhën e verës që do të sjellë ujin e pishëm për të përdorur në aktivitetin e përditshëm të punës në mirë. Uji është burim jetësor, është burim jetësor dhe prioritet kryesor. Burimet ujore nuk do të përdoren për aktivitetet e mënyrës, sistemet të mbyllura për çarkullimin e ujit në proces, monitorimi i vazhdueshëm i cilësisë së ujit supervizor dhe nëntoksor, asnjë shkarkim i ujit i ndotur në mjedis do të thotë zoni micoj do të jetë siç është sot, nuk do të ketë ndotje, nuk do të ketë derdhje të urave. Është parashikuar një bazë brenda të gjitha parametrave për dekantimin e urave të bazës së aktivitetit të minjerës, të cilat do të vjedhen në damë. Një tjetër thotë që kontrolli i plumrit. Spërkat do ketë spërkate e rrugëve me ujë, mbulesa për kampionët gjatë transportit të mineralit, sistemi kohore e qërisë është minimizimi i ndikimit të fluorit në ajër në komunitet. Gjithashtu është shpjeguar lidhur me kontrollin e zhurmës dhe tridhjeve, është
puna monitora të ditën, programim pajisje dhe modele dhe të mirëmarrura, orari punës i kufizuar në intervalet përcaktuara, shpërtimet kontrolluar sipas projektit të monitoruar, matje zhurmës dhe drejtje dhe në pikat të afërta të planimit, respektimi standardeve për zhurmën e dritit, matje periodike dhe raportim transparente të rezultateve në komunitet. Gjithashtu ka shpjeguar dhe për menaxhimin e mbetjeve dhe steritive, dhe për këto që ndarje dhe menaxhimi diferenciuar i mbetjeve do ketë ndarje dhe menaxhim të diferenciuar, depozitim të sigurt të steriljeve në zona të projektuara dhe të stabilizuara, sisteme të drenazhit dhe monitorimit të sipërfaqes së depozitimit të steriljeve, për ndalimin e erozionit dhe transportit të materialeve, plan reabilitimi integruar, menaxhim i sigurt, transport dhe vërtim minimal të mjedisit. Për mbrojtjen e biodiversitetit, që vlerësimi ndikimit të biodiversitetit, parafilimin të kujimeve, do të ruajtje të habitateve natyrore dhe specieve të mbrojtura, korridore ekologjike dhe zona mbrojtëse, ndalimi i prerjes së panevojshme të vegetacionit, bashkëpunim me spreg mjedisorë të institucioneve. Zona të mbrojtura, lumet dhe burimet ujore dhe pyetje qelbra, habitatet famës së egër. Reabilitimi i zonës, reabilitim të vazhdueshëm gjatë gjithë jetës së minjerës, monitorim i suksesit të reabilitimit, qëllimi final i mjedis i qëndrueshëm për brezat e ardhshme. Monitorimi mjedisor, program monitorimi detajuar për të gjithë komponentët mjedisor, stacione monitorimi për ujin, ajrin, plumin, zhurmën dhe tokën, raportim periodik dhe transparent për rezultatet ndahen në komitetin patriotike. Vazhdon referimi me angazhimin me komunitetin. Komunikimi i hapur dhe i vazhdueshëm, përfshirje e komunitetit në vendimarrje, trajtimi çdo shqetësimi apo ankese, programe sociale dhe mbështetje lokale. Lidhur me përkushmërinë dhe standardet, kanë zgjedhur zbatimin e legjislacionit shqiptar dhe kërkesave të BE-s, standarde ndërkombëtare, përmirësimi i vazhdueshëm i performancës. Një minjerë e sigurt është motoja e tyre, një mjedis i mbrojtur, një ardhmë e përbashkët, mjedisi, mbrojtja e natyrës, përgjegjësia jote. Atëherë, po kaloj pak te i Maroj, kam që tham pak më përpara, Maroj fjala e inxhinierit të shkëtirë këtu. Atëherë, banorët janë shpreh, aslan Delia i pari ka marrë fjalën, banorët e Agjedit dhe Fusharës, dhe i cili shpreh që vendi ku kanë të punimi shoqëria është në përgjithësi familjes time që drejtojnë në park, por nuk kam dokumentacion. Ai kërkon të punësojnë sa më shumë njerëz. Gjeri Shprenga, banori i lagjes Nushaj, dy thot janë shqetësimet e mia. Prodhimet e shkëmbëtuar në minjerë shkaktojnë humbje të ujit që ne përdorim, andaj kërkojmë që firma të na rregullojë vlerën e ujit që përdorim. Edhe kam 8 vjetim tokë me letra policie bashkë me kushërit të dëmtuara të dama. Nëse kemi mundësi na punësoni personat të familjes. Ka qenë prezent në Blevi dhe ka thënë dhe është shpreh kështu, është në fakt kryetari i fshatit Fusharës. Ai është shpreh si kryetari i fshatit. Dy shqetësime do të kanë ardha banorët e fshatit tek unë si kryetari i fshatit. Ai galerisht shfrytëzohet nëpërmjet plesaritjeve apo minave, se sa është shkalla e plesaritjeve, nuk jemi në gjendje ta përcaktojmë. Kjo ka sjellë shqetësim të fëmijë, gra, lesh që banojnë në shtëpitë tyre në fshatin Fusharës, për cilët thonë që kemi pas lloate të shtëpive. Propozimi im është që Këshilli me vendimarrjen e saj, dhe Bashkia si institucion, si bashkë me zyrën teknike të mbërrjeni Komisioni Inxhinierë Teknik, dhe të shkojnë në vend e të verifikojnë nga aparatura se në çfarë shkallë janë valët donice, teknike, që shkaktojnë nga shpërbimet dhe çfarë efekti negativ ka kjo për banorët. Gjithashtu ai thotë që duhet të ketë orare të caktuara kur bëhen këto lloj plasish dhe të kontrollohet niveli i tyre. Gjatë shfrytëzimit përmes galerisë rrezikohet të humbas ujë në lagjen Dedaj, Marinaj dhe Nushaj. Përvojat e mëhershme kanë rezultuar me humbje të ujit të fshatit, prandaj të shikohet me vëmendje nga dy palë, kjo sepse fshatari ka të lidhur një pjesë të jetës me bujqësinë. Nga dy palë që ka pas fjalën në papa për shoqërinë dhe bashkinë. Ai në fund thotë që uroj të ndodhë ashtu siç e tha në prezantim, lidhur me ndotjen e lumit, por dihet se burrat e projektit janë të ndryshëm
E janë për prapë, pastaj. Jo që kur dëni unë do i thëmë dy gjana, pastaj kur të... Ja, besëm po listoj emrat që kanë diskutu, ishte Shqipëri, një Fabrices, Aslane, gjë ishte dhe ne Adesso ne devi dare il tuo paese. Ma voglio dire perché sa era il giorno. Basta se lì mai quando il giorno deve, potete duse ai piesa e esiste minerale da piet nella gente e fa finsi per sangue per fare del limite delle tarai. Angelo prenga e verifica apposta perché sa in gruccio per i tuoi zambe. Se non viene in visi, Martin Dozzi Quando il legge che dai da più, sicuri per lui, sicuri per Vanessa, sicuri per Stefan, consiglio che vanno a giorno. Mofa, c'è tascia la stessa dime, e si dica che tu, stato il put, na jednej z konflikcie wypuścili eksperty kursa religijne, podjęli się sztabstwem, że śledzący stata mówi, se se nuk mund të tojnë dëme që si e të shëzim, dhe pas shëzimit protokollna është të tjere kopë në grantë. Këtë nga grantë të jenë në vërtit të presave, ne nuk jemi për në ndërprej fëmijët, por të kojnë ekspektivit fëmijët. Tani kemi në radhë Vicën Prengla, që është prezent sot këtu, edhe ty ka paraqit shqecimin e tij, dhe unë po e citoj, shqecimin që ka paraqit Vicënja të tij. Familja ime përbohet për 11 vetar dhe po jetoj me pasojat e dëmërdreta që kjo aktivitet po shkakton. E kam shtëpinë fiks si ku sektor ku janë bërë fëmijët. Nuk jam këtu as për konflikt, as për politik. Jam për sigurinë e banesës dhe mbrojtjen e jetës time dhe familjes. Prej keni filluar aktivitetin dhe ne po përballemi çdo ditë dhe çdo orar në zhurma, gjallë si shpërtime. Shtëpia ka krijuar pjesëritje dhe për të jam drejtuar me shkresë ankesë, drejtuesve por deri sot as një përgjigje. Jetojmë në stres nga frika e shenjës së shtëpisë, e cila dita ditës po dëmtohet. Jam kundër këtij projektimi derisa të verifikohen dëmtimet që janë shkaktuar. Dhe shkruan pyetjen çfarë mund të bëni ju nëse do të ishit në fushët e mia. Vazhdon, kërkoj mbërrjet e çdo pune për konstatimin e dëmeve të cilat janë gjithësisht të verifikueshme. Në ekran janë shfaqur fotot e shtëpisë me pjesëritjen e shtëpisë së Vicënit. Gjithashtu të shohet edhe një audio regjistruar në orët e vona të natës ku dëgjohet zhurma e kërcitje të xhamave në trekare. Më pas fjalën e kam marrë. Bartolomeo Dikaj, ish banor i fshatit Mushaj, ekspert edhe i fushës, i cili kërkon prezantuesve të projektit të shfaqen në ekran hartë topografike dhe të qartësohen lidhur me vendin që kërkon shpërzimin. Ka pas një përgjigje të kryetarit të bashkisë, i cili i garanton dhe në garant i mbrojtjes së lumit nga ndotja mjedisit, dëmtimeve dhe provave. Ne do të kërkojmë riparimin e dëmeve që mund shkaktohen, thotë kryetari i bashkisë. Do të ketë edhe 2 denesa të tjera në publikun për lagjet që preken. Më pas ka qenë prapë diskutim për Bartolomeo Dikaj, ish banor i fshatit Mushaj, i cili kërkon shpjegime të ngul dhe kërkon shpjegime për ndotjen e ujit. Kurtenqova ka qenë pranishëm inxhinieri Berat Shau, i cili thotë që ura do të nxirren nga posedat e dekantimit, nuk do të ketë material të ndrur mineral, një nuk do të bëhet përpunim mineral. Inxhinieri mjedisit Kushtin Berat thotë që është parashikuar instalimi i tubacioneve në galet galerist Nikon, dhe gjithë urat që do dalin nga galeria të shkojnë në tonë, dama është parashikuar në vendin Vicësor. Gjithashtu, Bartolomeo Dikaj, ish banor i fshatit Mushaj, pyet, cili është plani i hyrjes së mirave? Po pa. Çdo opinion, këtu ka ndërhyrë kryetari i Këshillit Bashkiak, i cili thotë që çdo opinion në këtë gjës do t'i përcjellet Këshillit Bashkiak, prandaj do t'i lutem të fokusohemi vetëm te objekti për cilin jemi këtu dhe të mos shpërndajmë diskutimin. Po pas fjalën e Markusovit,
nushaj, në banorë të nushaj, pyet ose pasindulës së galerisë, çfarë ndodh në shtratën e numit me galerinë dhe kuriozitetin për galerisë. Anëdënia shef gjeologji në Blerën Fshat thotë që shfrytëzimi i trupave minerale në tre nisjet e përcaktuara nuk ka lidhje me njëri tjetrin. Do shikohet opsioni i hapjes së galerisë së vjetër e hapur në kohën e Enverit poshtë rrugës Auto, afër numit Fan, sipër tij. Hapësira e boshit do të mbushet, mbasi mbylljes së minjerës nuk do të ketë kurrë aksidente në tokë, sa i përket shfrytëzimeve në kodër rast dhe Trojanas, nëse do të shihet në interes ekonomik, shoqëria do të bëhet dëgjesa të tjera dhe do të bëhen marrëveshje me komunitetin sepse ka shumë shtëpi me problematikë të filluar. Sa i përket rrugës për transportin do të bëhet afër numit dhe temet sektorore. Do të ndërtohet një plan operativ për perspektive urë. Tu kanë ndërmjet kryetari i bashkisë, i cili thotë që nuk është e mundur të lejohet hapja e rrugës së transportit brenda qytetit sepse muret mbajtje janë të vjetra dhe rrezikojnë jetën e banorëve. Nuk mund të lejojnë ndotjen akustike brenda qytetit, as ndotjen e ajrit të ambientit. Prandaj këta duhet të gjejnë opsione të tjera dhe të marrin me përfaqëse. Metoda edhe këtij është një pyetje se si do të mbrohet fauna dhe atë është shpreh që thotë në dinin time nuk ka specie të rrezikuara, as ka të rrezikuar nga ky projekt. Për një të vërtetës, procesi verbalet e dëgjesave dhe çdo lloj procesi verbali nuk është një citim apo një hedhje me letër fjalë për fjalë, por merret përmbajtja për lidhjen disa fjalë paragrafe dhe kalohet dhe lidhet me letër. Nuk është se çdo fjalë në letër, prandaj mundi duket se u tha pak për personin, por në fakt unë ka bërë për letër dhe nuk është se kam shkruar këtë fjalë. Këtë saktë. Gjithë qafa valorit fshatit Fushanës është përpyetjen a është parashikuar dhe një fond ndërshpërblimi dhe gjithashtu ka propozuar ky bashkëpunëtor, mos më lë të bëjë pas një fond siç ka qenë. Është tekin ndoshta, do të thotë janë një herë. Si të cilën dëmë si të njerëzit që janë të vjetë. Tani ka politika pak dhe pak i kemi këtu. Kërkojmë thotë që uji të dalë pastër si kështatin në një fan. Më pas se sa cupa e banorëve fshatit Nicoj ka kërku të punësohen banorët e fshatit të tij, sepse thotë unë kam kërku disa herë punësim, por nuk më kanë thënë që dhe më kanë thënë të fshatit. Astridika, banori i lagjes Nushaj, Astrid e kapjo. Astrid. Ai kishte një pyetje, pse nuk kemi ndërmarrë më parë veprimet parandaluese të ndodhur të numit të ujrave siç u tha në prezantim dhe më pas të shpërblimit. A do të kemi një vlerë tjetër për hapa të mëpreshur? Dhe në pas të hapa të dhe diskutimit. Tu ka ndërhyrë kryetari i bashkisë, i cili thotë që garantoj që lumi nuk do të lejohet të ndotet dhe uji vastave do të blerët me motivacion në datë. Do të ketë dëgjesa të tjera për çdo projekt që ligjshmërisht është i domosdoshme. Unë do të jem në mbështetje të komunitetit. Ka shumë. Zindika. Ideja është po sillet, do të sillet rreth ujitishëm, rreth rrugës, rreth shtypjeve kalime pra problemeve komunitare. Nëse diskutojmë tash apo Dy fjalë se u preken flasën të shqiptarëve me një vend marrin një ujë. Atëherë përshëndet të gjithë, jam Vicen Pranga, jam banori i lagjes Nushaj. Shumica nga ju domethënë na njohin se kush jemi dhe ku banojmë, ku jetojmë. Ka qenë muaj janar dhe deri më sot që po flasim që familja ime është e shqetësuar si nga zhurmat, si nga plasjet. Domethënë shqetësime të vazhdueshme gjatë gjithë ditës. Shpërthejmë dhe plasjet minier janë në rarë të ndryshme ditës, domethënë duhet fillu mëngjes, në drek, mas dite, në darkët deri në orën 11 natës, që janë të gjitha unë personalisht i kam në shtëpi në Moret e Rrugën në kamerë dhe i kam gjitha të injizume. Edhe nuk jam kundra zhvillimit vendit, sepse normal që të punësohen njerëz. Është për të mirën e vendit, por unë jam kundra këtyre gjanave që po i shkaktojnë familjes teme. Është ngrit karë para 2-3 ditëve, nga janari deri më sot nuk ka njëri që do më thonë mu
Unë këtë se du me mu se shiko, ne po fillojmë punimet, a ki shqecime, a s'ki shqecime. Pardje, me datë 26, pasi u shtru në dëgjesin publike shqecimi im, ka nërë grupi punës nga bashkia dhe nga Beralbi, gjanë që kanë verifiku damet janë të cilë verifikushme, shifen qartë se muin mars nuk ka pas plasje mureve, muin maj ka plasje të mure, plasje të tavaneve, raje savatimi e shumë gjane tjera. Unë kërkoj që mos merret asnjë lloj mos të konfirmohet ky projekt vendim, pa u marrë një marrëveshje mes palëve nga përfaqësues të Beralbit dhe banorëve të zonës prekur, si dhe marrëveshje me bashkinë. Të merren këto marrëveshje mes palëve, pastaj të vazhdohet të miratohet ky projekt vendim. Faleminderit. A jem ku para? Kam bërë ankesat me shkrim. Para kësaj si apo në gjëza publike, ti bën ankesë? I kam bërë ankesën zotërinjve, nuk kam marrë asnjë lloj përgjigje deri më sot. Kam bërë ankesë, kam drejtuar zyrave kryesore në Tiranë, duke i bashkangjit materialin, don ankesën për Të bashkia të Beralbit ose të zyrat të Tiranës? po është dëm që marrësia Beralbit nuk e bashkia. Të Beralbit aty von. Unë kam bërë shkresën, kam bërë ankesën tek Beralbi, bashkë me fotot të çdo gjanë dëmeve, gjanë që deri sot nuk është marrë asnjë lloj përgjigje nga ana tyne. Zotëri që erdhën bën verifikime, thamë që për 2 javë do marrë një përgjigje një kështu, po për 2-3 javë nuk mund ashtu se po ka kalum sot, këto ikin vazhdojnë punën e tyne dhe hale mrapa merru me zotërinë. Bëjmë marrëveshjet mes palëve, mes banorëve të prekur, dhe mes bashkisë për pjesën tjetër, dhe vazhdojmë. Ka që kisha, më faleminderit. Sterilet ku do të vendosë, sepse aty është bërë mirë, nuk ka pak më lërkop, në një në lërkop. Ku keni vendosë që ju të vendosë sterilet, për shkak? Sterilet nuk ka dhe Sterili dhe mbet e tjera do të sistemohen sipas kërkesave të ekspedisore. Asnjë gjë jo është kërkesë të ekspedisore. Keni vendosë jo, keni vendosë dikon, keni vendosë jashtë apo në? Ku keni vendosë këtë steril, sepse në një në lërkop. Se ka? Te deti nuk është shiko. Atë ka të punë në post disa profesorë. Aty ka qenë andi. Dhe një gjatë tjetër, produktin e morën vesh se e kena marrë vesh. Para shumë e kena marrë vesh. Po sa hapa si gjatë. Deri se ju keni marrë disa bakë për momentin, që keni thënë jashtë të pro, po qenë më shumë se 3.000 këtë. Jo, as 3.000. A përse? Edhe, unë se ka marrë, me tamin të. Edhe, ju keni arën për rrugë tjetër, me njenjë dhe bashkisë, por, këtë gjatë nuk mund të duhet ma. Ju mund bani gromur brap atje, për nëse ndërë, unë do t'jemi pari, që do të ndjedhitohen banorë, edhe që ju ka një për këtu, edhe ose ka në kërë. Bani për fatë në për rrugën e qytetit. Pra nuk të ju. Ashtë katastrofike, për një arë i të që mirë. A mune me folë, dhe unë kam shqecimin shumë mirë disa grithane marrë me povë dhe nuk kanë mu bashku ujrat e në në lakë për micojnë në rritë, atje dhe ako ishë, por micoj. Edhe fëmijët kanë pa i ka tjeshtë të mojnë me kampë në gjana të ryshme, dhe unë në gjova se nuk i njemi bashku bashkë, okej. Por nëse, këtë do të qenë një diska që nuk bashkohet. Jo nesër, se masi vjeti nuk jam unë, nuk ka shkujtë, nuk ka shkujtë. Por flasit do t'jeni ligjë, rejtë. Kena full dhe diskutu për monitorim çdo procesi. Pra është qytetari, është bashkia, janë këshilltarët, janë komunitetet që kanë me monitoru. Një hap që nuk ndërmerret, çdo pozitiv, çfarë? E dim se çdo minjer ka minë në kompjuter. Atje ka plasje, por do të jenë të kontrolluara me orar. Rregulla është duhet me orar, se edhe po ti vogël çuhet hava, preferues. Unë ligjej atje se kam 3 kilometra vjerore, 302 në këtë minë. Edhe po një me çfarë. Normalisht mos e kontrollon. Hallone, mos e bëra asnjë gjë të tjera. Mirë, kishte një se ti je me plasje. Jo, se nuk ka, se sa më Visoli, do thonë që nuk një gjë. një gjë nuk flas pa. Shumë një gjë të tjerë për tash, edhe me mama vetë për një gjë. Miri, të visoni një gjë. No, shumë po. Shumë një gjë.
shore. Pse më thonë ti nuk e gjën? Sharqili është... Jam marrë Si vani da çfarë? Sharqili kemi nominat pro. Ora person. Solitare thashë më të përshtypur, më të përshtypur. Po, kushtojmë ne ka shkruar orë. Po, mira veterinë ta kemë bëu. Jo, unë do të thonë që gjona që janë reale, një gjona te shtëpia ju. Sa më shoh si fal. Nuk e kuptove. Thash ti shoh si zhur. Fali pak. Un thash se ti shoh si zhur, po ata dyre kanë s'ka shtëpisë. Nuk thash se drejt mua, nuk vazhdon. Ma bëni. Po një shoh si zhur. Ma bëni. Është një gjuhë. Ja fare e kanë shtëpisë. Ora është diskutohet. Çfarë po Ajo thash? është një gjuhë momenti gjurnalist. Jo se një Mos gjatë mua. Po zhur po. Tash ne kanë këtu. Edhe fatër u vajtë. Po, s'u si springit, po. Po nuk i gjatë mua. Shtëpia jote nuk i gjatë. Ka të garancione. Ajo një gjë. Mirë. Okej, por ne kena kryetari i bashkisë ka marrë përsipër dona marrëveshjes me Beralbin. Ne po i besojmë edhe kryetarit të bashkisë. Ishte edhe një gjë skreto të pika. Edhe shikojmë edhe edhe ne korrekt me qytetarët se edhe ato qytetarët thonë ju kena votuar shku atje, ju na më Pavarësisht sa është disha që koha të domet e vetë. Se një sekretari na shpjegoi se vendimin të deputet për analizë. Do të thonë sukses. E para ta specifikojmë. Ke pika e parë, po paragrafi i parë i propozicionit të bashkëpunimit për rendimin e fondit për supermarket për 3 hektara. Jo, ato si për 3.0 që nga është arretar. Mirë. Ne nga stresate shkollore, bën pjesën e ekonomisë pyetur për zgjidhje me objekte të përkohshme ndihse në funksion të aktivitetit minerar për subjektin liberal, për objektin minerar micoj. I vjen dim. Sekond. saksohet. Për objektin sepse këtu të shoh praktikisht minerar brapa aktivitetit minerar fillon të marrën në komand.
Të rrugët e drejta e servitutit mbi rrugkalinet, shtëpiset, ujin e të tjerë, pra që lindin nga servituti i palorit në territorin përkatës. Pika tjetër që diskutohet është manual botëror tashmë për Fortin Evropian për ne Syrië, do transparenca dhe monitorimi. Kuptohet që ne nga shqiptarë, ne nuk asë në kurrojnë kanë, asë në krejnë grupe, se do të pasaj i bje që krejnë ato grupet e frontit a të aspun të vërë, por dhe ne autorizojnë për të rejnë bashkës. Në fondojnë e lishe se ti e përfasus i juridik, bashkës për shasit, edhe ti firmos në emër bashkës, por ama që për me të pas monitorimin, ne nga dino për një objekt, ne nga flashën nesër, në mja ku çdo shëndër që kërkonte, pavarësisht se ka një syrë të tjera, por në monitorimin mos ta bëjmë që asë në kisha, asë në fjallë, por në monitorimin ta bëjmë siç duhet po, për të rujt ato parametra, se në punët është e vetë një rrugë që po ngele bio, që nuk ngelet nëse ne nuk e monitorim. Po monitorimi do të thotë një lëmë nuk quhet i pasur nëse aty nuk ka gjallësa. Momentin që huni gjallësa, s'ke ajo do i vinë bashkë para si gjallë. Mos ty pastaj si mjek në lidhje me pjesën tjetër të ta gjallë të tjerë, që pastaj depozitimi në projekte nume lëndim është në pasoja katastrofike për shtetin e njerëzit, që da dini metallet e rana depozitojnë në organizëm dhe nuk dalin kontra i organizëm. Kjo është e pa diskutueshme, pastaj e të gjithë. Kështu që, kryetari pastaj kjo pikë duhet ishte parashiku ose e propozojmë ne që për transparencë monitorime nga kryetari i bashkisë dhe për marrëveshjet dy bashkë, se s'kena në përshku kanë dalë ne me bo marrëveshje me Berazin, por në përpojnë i besojmë autoritetit që në që është kryetari i bashkisë në mekanizma të tij. Pra, një pikë tjetë në rrugë shqiptar që tjetë për marrëveshjet për qëllime ose për punë komunitare autorizohet kryetari i bashkisë. Kuptat pastaj digren komisionin apo në një që ka caktuar arbitrari. Por që kjo du shtohet në vendim. Edhe i pika që janë shtohet për... Këto janë propozimet mia, pra a janë amendimet të kjo të ky proiektim që ka parasit Në vërtet të flasit në shku, shiko, monitorimi, shiko, ne kur autorizojmë kryetarin e bashkisë për monitorim transparentës, sepse tek shill do vijë kryetari prapë dhe do raportojë sepse me çfarë grafiku do lihet monitorimi dhe transparenca me ne, pra pastaj raportimi se themi ne. Se pas çdo monitorimi bëhet transparent e monitorimi dhe bëhet publik. Zona duhet të jetë publike, për hir të realitetit, sepse po t'i lam me zona kështu, ne nuk shkojmë asgjë publik. Na nuk bana zonë me njëri tjetrin, duke i bërë sa fsheta njëri tjetrit, po para ma zonë, zotë ne e tregojmë njëri tjetrit. Dhe në fakt, 2026 të drejtë e bërë në të arë. Se që të shënjesë në kërë një lidhje tjetër, se që të vazhdojmë, një të një vazhdojmë, që në shtamë në këtë shënjë të pare, Për vinat të në fshat, do të jetë një njëzjes publike, dhe në qytetarë dhe me fshatin. Për më me fjallë, kam bërë dhe i vinat të zë. Kam bërë dhe i Ako dikush me shtu një tjetër? Unë të bëtë pësimi të fjalla që ta kryetare e njëra, që ka me qenë kual me popullin e jëmërë. Çdo kërkesë ashtu të marrë, edhe kërkesa që dishën as i popull. Kërkesa që janë për të marrë, për siguru që cilë dhe jetën e popullit, besoj që do të jetë
edhe sot. Kjo është diçka e komplikuar që kryetarë në fakt nuk mund ta bëjnë vetë, por duhet të kërkohet një institucion. Unë kam një program që e po përcjell është një publik, por ne kishim marrë linjës së informacionit më atë, po ta bëjmë monitorimin e zhurma për në atëherë. Franci. Një sekundë, marrëveshje, pastaj shiko, nëse ne thashë edhe herë, unë propozova 2 pika. Këtu. Pra, pikë projektimi kishte të 2 pika që e parë I bien 3 pastaj, sepse as nuk është përmend transparenca dhe monitorimi të projektit që është parasit, as nuk është përcaktuar trupi minerar që u bën 2 dhe nuk është po si më thanë sepse thuhet, po në fakt njerëzit stacionojnë si përkthehet ligjërisht. Domethënë, sa është servituti, janë koncepta që merren jurista. Po dini sigur që po e përmenin një namre analizit, sepse është servituti I gjatë që e ka për njëre e tjetrit se I përdur, po në rastin konkret pa tjerë në shtetit dhe qytetarit, edhe kështu që I në rregull nga. Po e për, domethënë, duke e përmen këte, keni sigur që ne namre analizit, I herë para, mos të s'kena boj gjoja shvizit, dhe dyta, kryetari, si më thanë, ka kërkesën e banurëve nesër në të marrëveshjen, se në të pika që ka vërtel, po më retru. Pra të thot, unë nuk I di, a I patin pra të që unë shtova, a I në të qartë apo jo. Pra, te përcaktimi këtu, vita fresh, e drejta e servitutit. Po e thana ke në prokurorën. Kryetari ka peshorën. Po bravo. Dhe katër transhoje. Dhe pika tjetër që është transparenca këto ndikime dhe çet mirë pa monitorimin dhe transparencë. Tash, Po bravo. Atëherë, që vinte në finale të marrin një vendim. Aty parasis për votim variantin që propozova unë, duke ishtu pikat. Dhe votohet për këtë? Atëherë, për vendimin numër 17-24-2026, gjithë pazueshmëria ligjore si që është përshkruar këtu, e paragrafi parë, pra po themi ne pika 1, I propozojmë Këshillit Bashkiak dhe në përdërim të një sipërfaqe kryore prej 3 fiqëtëri që në dhe të madhë 7 hektarë për aktivitet objekte të përkohshme nimëse në funksion të aktivitetit në aktivitet minerar në ngasër 67A bëjnë pjesë në ekonominë kryore kryezi pisaj me objekte të përkohshme nimëse në funksion të aktivitetit minerar për trupin minerar Micoj sipas adresimit të parashitur nga kompania në hartën bashkangjitur, ku është vetë harta e parashitur nga Perën, vendodhja e vendburimit, zona fusharës, Qarku Shkodër, lartësia 500 metra, mbi nivelin e detit, vendburimi fusharës, objekti minerar Micoj. Pra, e kjo hartë do hishin Kodër Rast dhe Gojanas. Pra,
Që t'jena të qartë, a e kuptu ideja. Ne sot marrim vendim për sheshin ku vetëm një cëri, ku është parasit në ardhen përkatëse. Në zënë katastrale nëmër 1374 me nëmër pasurje 2654 me nëmër 2774 në teritorin administrativ të Bashkisë Fuqarës. Me dhënje të akërësisë për dhënje në përdërim të sipërfaqes prej 3.027 hektar për aktivitet objekte të përkohshme nipse në funksion të aktivitet minerar për objekti minerar Micëj, vazhdon procedura ligjore lidhës së siç nga Bashkia Fuqarës dhënia e të ardhurave. Pika 2 kjo, paragrafi 2. Tektohet paragrafi 3. Kompania e zhvillon aktivitetin në përputhje me rujtjen e të drejtës së servitutit për respektimin të drejtës së servitutit të banorëve mbi ujin, rrugë kalimi, shtise e tjerë të komunitetit. Pra, të servitutit mbi ujin vadis, ujin meteorore, shtise, rrugë të kalimit të komunitetit. Pika e fundit ngarkohet kryetari i Bashkisë për monitorimin, transparencën dhe marrëveshjet me kompaninë për zgjidhjen e problemeve komunitare rast pas rasti. Nuk e di, mund të shkojmë në zonë. A mund të shkojmë në zonë? Pa pushim të pozicion. Apo? Komisione pastaj. Ankesa e kulturë. Abbiamo analizzato, diciamo, ok, atëherë kush është dakord me propozimin, me amendimet, me vendimin, dhe amendimet e bërme nga ana jeme, që duhet për pro. Kush abstenon? Kundër, s'ka, mira. Atëherë një falenderoj, e kryetari e rini përgjithësi e madhe, një vendimet të marrë vështira, e sigurt, sepse na prek gjithë. Në fakt, ky këshill ka dhënë destinim që si asnjëherë tjetër tjek balanca dhe rritja e interesave pa kompromis të publikut dhe qytetarëve të Fuqarës. Dhe së të përkat. Batja për një qytet që realisht ajo të zonë është po dhe si shëpitore. Që ta sërë. Dhe të bëhet shmotu që të rrugët dhe të konservohet në njërë. Je falenderoj, atë marron të kepi. Për ankesën, po. Kam një kërkesë kryetare, më vjen shumë shpejt nga pesha, ta vjen një kursi dispozitiv shëndetare, sepse ashtu siç votuam anonim konkret, tani kërkesë për këtë prov, unë jam e kora që kam shfrytzuar në rastin e ato të e fundit. Ne përgjithësojmë me zaurum diskutimin, por në të pjesa të pika e ankesave kërkesave. Atëherë ne si këshill autorizojmë kryetarin e Bashkisë për ankesën e qytetarit Visa Trana. Duhet të verifikohet në komisionet dhe të në raportohet në jetë në ashtë. Ashtë edhe një provë për ty, të nëmënë se si e ardhënja e mija përgjithë absolutisht
ju kishte dorë për gjithë të marrni. Okej. Ju kanë rënë.